Këshilli i Bashkisë Islame menaxhon afërsisht 44 xhami. Tash janë funksionale dhe kemi edhe 2 xhami tjera, të cilat janë në ndërtim e sipër. E njëra prej tyre është edhe kjo, e kjo xhami e cila do të bëhen me të cilën do të bëhen 46 xhamia në Këshillin e Bashkisë Islame në Podujevë. Dhe rëndësia e këtij projekti bëhet edhe më e madhe kur e dim se do të jetë e frekuentuar jo vetëm nga fshati Orllan, mirë po do të jetë e frekuentuar edhe nga fshatrat përreth që janë dikon rreth 7 fshatra tjera të cilat do të frekuentojnë këtë xhami. Sigurisht se ka qenë nevojë, realisht u ka pas xhami edhe në të kaluarën edhe thuhet që nga fundi i shekullit të 18 ka pas xhami në këtë fshat. Mirë po përveç asaj na i nderuam këtu ka qenë edhe dëshirë e kahmëtshme e imamit tani më të ndjer, Shehzet Bayazidi, i cili ka qenë një imam shumë i vyrshëm edhe shumë punëtor që i ka mbuluar dhe i ka shërbyer këtij xhamati, kësaj pjesës knena, dhe ka qenë shumë me rëndësi edhe për neve të realizojmë qëllimin e tina, mirë po fatkeqësisht nuk e priti që ta jetësoj përfundimin e këtij objekti. Pothuajse ndërtimi i vrap vetëm se ka përfunduar, mirë po tash kur do të përfundoj dhe do të finalizohet projekti, parashihet kismet para muajit të madhreshëm të Ramazanit me lejen e Zotit, domthonë në vitin e ardhshëm. Kontur